Aksidenti i dhimbshëm në Tiranë, humbi jetën një djalë i ri. Një aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur këtë mesditë në unazën lindore të kryeqytetit. Rreth orës 12, shtetasi Lorenz Kaci, rreth 26 vjeç, duke lëvizur me motomjet në rrugën drejt Paskuqanit, ka humbur kontrollin e mjetit dhe është përplasur me bordurën anësore. Sipas të dhënave paraprake të policisë, shtetasi Lorenz Kaci, rreth 26 vjeç, duke drejtuar një motomjet, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e tij dhe është përplasur me bordurën anësore të rrugës. Përplasja ka qenë e fortë dhe si pasojë të dëmtimeve të marra, i riu ka ndëruar jetë në vendngjarje, pa mundur të marrë ndihmë mjekësore. Përplasja ka rezultuar fatale dhe i riu ka ndëruar jetë në vendngjarje. Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e plota të aksidentit.